Nëpërmjet një mesazhi nga qelite e paraburgimit drejtuar Komitetit Drejtues Kombëtar të Partisë së Lirisë, presidenti i kësaj partie Ilir Meta thotë se koalicioni me Partinë Demokratike është historik. Kemi aderuar në një koalicion historik me Partinë Demokratike dhe 25 parti të tjera, jo vetëm për të garantuar rotacionin politik, por edhe për të hapur një rrugë të re atë të realizimit të programit ton konkret që jep fund shpopullimit të Shqipërisë. Ndërsa kujton se Lëvizja Socialiste për Integrim garantoi rotacionin politik në vend 20 vite më parë, ky rotacion sipas tij do të garantohet edhe në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ne do të jemi edhe më krenar në 12 maj për përmbysjen e narko-regjimit dhe të narko-ekonomisë, që jo vetëm kanë dëbuar 1 milion shqiptarë, por edhe aktualisht kanë zhytur në varfëri ekstreme 42% të popullsisë së mbetur. Ky është së pari një koalicion vlerash, mbrojtja e familjes dhe shoqërisë, nga sorsifikimi. Në fund të mbledhjes, kryesia e Partisë së Lirisë ka miratuar vendimin e presidentit të kësaj partie Ilir Meta për të qenë kandidat për deputet në listën e hapur të Qarkut të Tiranës, në kuadër të koalicionit Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore.